Fadel. Hadi Samir i kifte. A nisë më? Ja, nesër. Regjia, jep janë një groplan se deri viq pak se dorës më. Po, tash dorës më. Mi mrama, mi që mi kesha, mirë se po takuemi në emisionin e 69 me radhë. 69. Këshire e kam mirë frizurën për si që ka pas tyre të shkë? Shumë be mirë e ki Për i be e kam? Pasha zotën mirë be e ki, mirë. Mirë be e ki, mirë e ki se bëllë, se bëllë. Okej, jep janë një groplan një tonit. Mirë, ase i ka do punë me një frizurë. O shumë rëndësi me e ripotencu edhe në këtë emision që jeni me emisionin ma të shikumë në vend, gjithmonë si pas numrave dhe asaj që na vije. Kështu që ne ju falenderojmë nga zemra. Erda dhe one, regjia Ronella. Edhe këtë forca me frizurë 3. Rime e kam 69 numri i emisionit, ama ka mundësive me hekë të përpëvi që të nëjësën tjetës 69 digjish. Le, se 69. Ja, regjia, që të nëjësën... Le qështo. Jo, vë nga ma mirë. A ne, këthejnë hi përsera ma madhe, direkt 69. Këtane, man, gam të më. Bërma, vishta këshyre është e para pa me 69 që që Po, ti. i para pa me është, Jetën, ti përshëndes edhe në publikun tim. Unë falni pak se adin live emisionit, pak u valua dhe se regullo frizurën, plus unë e kam probleme, se më ka qu zoti lesh, Allah rrugna, do në të kësha pas pare se kam lesh. E kom të regu atë Barceletën, po javlenë, nërë me të regu, konë vitëm në 10 një mërë Shëremeti Delia, në kosë zjedhe që delë kje Shëremeti mi premtu popullit, avdin? Të autobus. Dhe të autobusë dhe jo popull që po dani, dikush ashtu, dikush përdu këto ato, njone, s'kish pas flak. Për një mene, kish nevoj për flak, la. Ja bëjke, ti Shëremet, dhe jonë kam nevoj për lesh. O vlatë ke falë, shka po dënë se leshin këni me mordonë. Kështu që për lesh je bo, lesh në të në anë. A e kësyrë materiale po? Situata, ti përshëndesë edhe në publikun tem, ti përshëndetit tonë, se i kena ndo, dhe mundë ti i kena do 10 bera. Që të që e kena bo një farë muri imaginativ. Po, që të vi, e kena vinë, e kena. Që të që, e kena vinë. është muri, mos ma ka përce, dhe më thonë vinë e megje se ta bëj si Irani i... Palestinë, jeve Izraelit. A Izraeli, Iran, da, ku për dinë. Do ma situata politike, populli dashër, mirë se erdhët në emisionin tonë, populli ngullt në politikë. Kalëzëve që e kena 69. Emisioni 69, për përshijet, emisioni 69, mirë se erdhët në emisionin më të shikuar në vend, si që tha jetoni, edhe publik i cili je ngullt në kredit, Ma be vla, mos javë të zherë lisë natën be vla. Po pse njëzve me kitë kredit be, ma be se të mi qitë në malve. Son të deshta mi gëzo. Hajde, qka, jenë ullë nurma të kredis. Jo, hini në kredit se më s'pobot lukta të rritë botërorër krejt fshinjen. Krejt kreditat. Pasha bezën që kjo lajnë, që tëra? Sërëzisht nestër direkt të banka, thoni mos, a ka mu bo lukta të rritë botërorë, po, bërmi 200.000 euro. Restartot sistemi edhe... Edhe bohët. Po, ta shojmë në një spjegim pak... Valë, se o shumë e rëndësi. Edhe mu bo lukta të rritë botërorë, neve bërgjët nuk na fshijen. A qa që bakë shumë zajra? Qatë ditë që të bohët shteti i parë, vinë na i morin borqët. Qatë ditë? Thë ti e pas kanë bohë. A, pise që jeti. Ta shojmë në formën në breaking news situatën, nëse mundi me kuptu, na shkruni që e keni kuptu, nëse se keni kuptu, as nëse kena kuptu, as jem të kuptu kur gjo. As jem të kuptu kur gjo. Që qysh është situata politike në botë, po edhe këtë të nalë. Shkujnë në materialin e parë. Kush kërkjer kër külkel külkelin kıskasöz kim okuyttiz. Arkada altar karbar, kırkada kırgar karbar, kırgar karda agar karbar, altar karda markar karbar. Hedrede eviger ateş oturgan hedrene şey masum otur. Gülüm mülük dolu şambişe. Endirden aratoş izleri gibi edirden. Ram. Çisto përmeni krediti. Përmeni krediti sa diçka dha me lesh. Do për një lesh. Po ta keni me marrë. A më me zhvillë ne. Jo, pak zonë studio se na tranove. O
Kush kez kush kesh kush kırker kır külkel kül kilen kıska söz kim okuyttis. Arkada altar karbar kırkada kırgar karbar kırgar karda agar karbar altar karda margar karda. Abigene teş otur abigene teş otur abigene. Şey masum olur gülüm. Qështu e na këto ditë po shohim raketat të fluturu. Jetën tash po du pak më bon serios. Po s'më shkon që... Hiqma, regjia, hiqma se s'më shkon me ma bet kë numrin, hiqma. Hiqma numrin, hiqma njerë. S'foli po ma ek numrin. Ja, me vla. S'foli po ma ek numrin, hiq. Sa bo serios që s'foldash. S'foli. Okej, po Që foli. erdh haqia me hje kështë fizikisht. Me kap. Kape televizorin. Me kap me si Haji kape televizorin dhe gjuje jashtë. Hirë që krejt. Do me thonë... Pësha që të thonë? E në me qëtar të këshim televizor më ke po si aj liqës që është në klanja. Që për të të jetë dojmet. I plaka, i legjenda. Po që ka jam në mraj. Po që ishkën kamera kështu, po për plak, i vjetëra. Po shumë interesant. Jo, kështu thonë që po i shojmë raketet të fluturu dhe ne prime e kam disa gëzohemi, disa idhërohemi, po raketet kur fluturojnë naj në qëfar do ane, ato po bëjnë viktima dhe po kryojnë pasiguri dhe po vrojnë njerëz dhe po vrojnë civil, kështu që për të gjithë ata të cilët i shofin ato pamje, të kenë kujdes pak me komentet, sepse na e dim edhe bota e din që ka të ndodhë në Palestinë, ne kemi qenë edhe në Maqoni, në Republikën e Maqonisë kemi pas konflikt, e dim që ka sjellin luftrat edhe që ka sjellin granatat edhe ato. Lutemi për paqen e botë, pa marrë parasysh kush është ai që meriton, agresori ose viktima. Ne lutemi për paqe dhe mos u ju gëzoni fotografive kur i shihni nga 200-300 raketa të drejtuara ndaj popullatës civile, sepse kryesisht politikant jeton i kanë fajet, dhe më nështin popullin për interesa. Ne kemi diskutun këtë emision që për interesa të ngushta të vetat edhe për të qëndru sa më gjatë në pushtet, ndodhin edhe vjen deri të lufta. Dhe më thonë, diçka të ndodhë në botë, një rend i ri ashtu po, në lindjen e mesme po dojnë me nda kufit prap me kriju shtetet reja, edhe normal që çdo konflikt i cili bëhet për territore do të ketë edhe viktima. Ne vazhdojmë jeton emisionin tonë me Afrim Muqiqin, se unë e keshtu ndrejq si kur ndarësëm. Qëka i këshin thonë Afrim Muqiqin, diçka në një emision e këshin vetë, këshin thonë, a e merë ka pare, në mdojtë e kështa joni marë 50%, se adin me emër, 50%. E tash, mu po më interesan jetën, për shemull, nëse unë i bi për shmam për darsmes, edhe të kuma angazhu ty si artist me ardhë, për shemull, mu ma ullhejq darsmet. Edhe jëm da me grunë, me atë të fejuaren. A ma këthen ka parin? Që e vetë e këshirë ma frimin. A e të këshirë ma frimin në pikëthen? Se ta shëkua dasma. Po. Po ndryshe, te din krejt, runa zët naj tragediri shka tjetër, as vdekja, aty nuk diskutohet. Për ndomje, absolutisht as një cent se këthejt. Ndomje është pun qefi. Nuk kanë shqitoj as jone. është problemi se cilit popullor që muj me thonë, mes mishit edhe thonit mund është me ikur, kur nuk e di që ka ndodhë, a i mundi me thonë për shkak të Instagramit, i shala kur kushtu ndasim, si a du ndame në skojt. Mirë po tash për ndame se kanë pos qef ata mu ndohë, për një arsyet qëfarët dhe qoftë, po ta blokon ty një datë në të kërkumë në sezon, jemi në regull veç qoftë zotë në hajrë, gjoje tjetër në pa ajo tjetërin. Jemi në regull, a pjesa tjetër do një fatketësie, runa zotë, na i ndeshë, na i diçka tjetër, na i smuj, po jemi në regull. Mirë po për ndame absolutisht asë që du me diskutë. A preme, me më miro, për shemë Londrit tulla në krya, ja këtë nga parin. E jeton, këj fenomen...
Du ta diskutojmë pak këtë punën e darsmave dhe harxhimeve. Ti po thumë si përmen kreditet. A e din që 80% e darsmave këtë janë kredit? Jo, në fakt, në asë një material e këna zgjedhë... Edhe afrimin, jo, edhe afrimin edhe këngëtarët. Në ashtë ta këna zgjedhë për arsye që me inkuraju që me që dhe në skaj lidhjen e mos munda se të hup kapari. Përveç kaparit hupim plët të sene. Hupim plët do benefite, kështu që kjo më dok interesant, në fakt kër e dëgjova, për shkakun që keni me hetë, më shkruni tinez, Po se për me Instagram... se për një mesazh të shkën kapari, e të shkën dasma, bëhet rëmpall puna. Pasha zotin të këta këngëtarë... Po, këta e bëgja shtë donë, këta e... Dëvan, këta... Se dhe lidhet... Lidhet, kënë gjarja me emisionin lidhet gjallë të nënë shri. Vënë sy. Ive këta këngëtarët jetën që kanë pak emër, kaparat, kapari kanë. Po, në fakt, është problem shumë edhe me i kapë për datën e caktume, sepse për një me këta dinë edhe me bohare, edhe ja kanë zanat, e kanë profesionalizuar. Qëre, jetoni tha, mos shkruni se, do më thonë, mos shkruni në për Instagrama, mos këshërni mundo, e pat fjallën, kryesisht publik jemi të besimin, do më thonë besimin ndërsjelt. E na kena zgjedhë një material, një burë me një gru sa kanë besim, ku shkoj në bit pazar, ose në pazar, ose në treg të gjelbër për t'i vlerë, është një detalj shumë interesant. Ndjekim materialin të ne diskutojmë jetën. Ja, hiç më s'këshur, hiç. Ja, hiç më s'këshur, hiç. Në më thonë, vete që të kënë kese, kjo pi kese se merë kja kalzeke. E se ki ku e gjete këna, e morët kesë. Aja e këshur këtë pelema. E morët kesë. Ku e gjete ma të keqin. Edhe mu më ka ndullë. Po prime e kam unë zdi me zgjedhë, prime e kam ja futi i zgjedhë do të A kajtë. vrem, më zjavë këne kaparin. Se vëllaj, problem a vrem. Problem u bo problem. Po si e këne ma kam, ama jetoni nuk gudzon. Qërë, zakonisht jetoni nuk dënë qëto tema, unë i thamë nuk gudzon mi shty ma ne. Mu më ka ndullë publik i dashër, nuk e kom bën test. Po e kom kap një patizjan për i shkreti, se e kom kërë për fondi. Po. Edhe gruja, pa ku e gjete për qëta. Për qëta, ashtë kjo videoja, se kjo ju ndodhë zdo të tretit. Zdina me zgjedhje të një, na shopping, zdina me ba. Në fakt, na e kena zjedhë për shkak të fenomenit, jo për shkak që na jena superior, do më thonë. Jo fenomeni, jo për je bjesë të fenomenit. Ti unë qanë në blepat legjona dhe unë të bi kumpira të shpija, nuk o kjo është tem tjetër. Po këto është probleme që paknatësia në mesin e asoj që aja zjedhë vetë, e lëshën kese dhe këj dhe të pëtë që këja bënë dhe tja që këja zë bënë, pëse për propozën ti. Dhe më thonë, o i gra, o bura, prej me e kam, pa në pak serios, njës njave ka pak mu respektuar mu dashtë, prej me e kam. Edhe që se qëtë paligjonën e mirë. Pa leje, se aja vete pagun. Më shirën në nësy, heqja pak u është i kalp. Vete pagun i shkreti. E, po varet atë, se jo gjithmonë e pagun vetë, se ka mundësi që e pagun edhe gruja, edhe burë, edhe... Po. Po. Rastë që e pagun. Ama ti shkon burri si kur që këtë ashtë, që këtë materiali, ti shkon burri. Si që këtë zotnija. Si që këtë zotnija, shka të mërmenja, aja kish vetë pat legjonat. Hajtë shumë. Hajtë të këshirëm, hajtë. Si me thonë një gjohë për Loanin, më thonë ullurima ti deri në 8 kilometra dhe gjohet largë. Inshallah s'jam qatë afërsi. Edhe Konolësh analizën, Fadil, bëshymin e ka të mirë, dhe më të nejtin e ka. Loan, braki pa që shkëdojnë.
për një me Luan. Luan. Më kujtuja forja për kalzoj shpejt, ajo është si kur Barzolet që thot ai lepur ja qonë me nxesë dhe ka thonë unë si të qonë me nxesë e ha një Luan. Ja. S'ka lidhën për lidhën me Luan. Okej. Jo, në fund lidhët me Luan. Po, të dhe Se ha. për dorë, dhe ha, qka hanë dhe për dorë, dhe ha një Luan. Një Luan. Di. Ka Dhe fundi vjen me vetë, po du të me shpjegu të është, se një punë e lëmë për gjysë është me pak se heqë. Qërë, një profesori jam i theki për shamëll, që kjo 69 shi, këna pjesë e skenografisë, theki nësa një pushk që të varë, deri në aktin e tretë, nëse skërset që e pushk, du të me vëra regjisorin atje. Po, e në televizion në me që ka nevoj, Mos qaru. Për ndryshë du të me vëra autorin. Në këtë rast. Në këtë rast, zot një Dëve. Qka hanë dhe ti lepër për dark Lani, a i Lani dhe onë dhe kur pina dhe ha mët në këshëm, edhe në regull jem dhe graje. Graja sa i pona. Kështu që na shkojnë edhe me partnerin tonë zyrtar, Korona Dent, që i dënë më t'i bo dhëmë të fort si të Luanit, me mëjnë në nëzirë të bravo. Korona Dent është në Prishtinë, në Dardani, për këto telat për fëmi, për dhëmë, për të rritun, për pleq, për të gjitha moshat që do një mu rahatu në Korona Dent në Prishtinë, që do një me kesh, edhe me hongër, me shtyp mirë, paka sa vetë, për beste Korona Dent në Prishtinë. Se a i Luanin market? Se a i Luanin, më t'i po dhëmë që t'Luanit. Jetan. Po, mere pak, mere, se t'kanë me të sytë. Jo, po tash, për shemëll, shtetet në përbot po shtyhen edhe po dominojnë në bazë të forcës që e ka. Unë i kam 75 aeroplana, 350 raketa, se në vene. E ne i kemi zjedhë një material kur Shqipëria e Enver Hoxhës sa ka pas kapacitet. Lëshu e pak të ndëgjojnë sa ka pas kapacitet, po pastaj du më u lidhë diqka me këtë material. Bëhet fjalë, 65.000 ushtarë ka pas Shqipëria në atë kohë. Ka pas rreth 6.000 nënt oficer ushtarak dhe 6.000 nën oficer civil. Oficer ka pas 17.000. Ka pas 1.000 tanke Shqipëria, me 600 tanke Rusia pushton Ukrajinën sa për djenin tuaj. Tu nuk përfshihen forcat e kufirit, Garda Republikës dhe Ministria e Brendshme, ato janë sekrete. Forcat e rezerviste arrinin 1 milion, zbori gjëra si këto. Në forcat detare kemi pas 100 anije luftarake, ku futen me Ndece, 4 silurus, ka pas të Shëngjin në Durrës, Pashaliman, Saran. Forcat aerore ka pas mbi 200 avion dhe helikopter. Ka pas mig nga ta që furnizoheshin Tiranë apo në Kuçov, shkonin Beograd, ktheheshin dhe mjaftonte karburanti për të bërë gjithë nevojat ushtarake që duheshin. Ka pasur rreth 200 raketa tokë-ajër, nuk futet ajo industria e prodhimit të ushtrisë. Ka pas divizion komisorësh, ka pas pastaj komanda aviacioni, mbrojtje kundërajrore, forcave detare tjere. Sot ushtria shqiptare ka vetëm 6.000 veta që janë roktarë. Jeton, do më thonë, ushtria shqiptare ka 6.000 vetëm duket aktiv, ose s'ka lidhje, do më thonë, ushtria apo profesionale. A pajtohesh është ti që ushtria du të me konë me vlla, si kur këtë njerë, me të thirë ushtarë, me shku djali ushtarë, me të shku me hinja atje, me të këqyra jesë posoban, me bom me të qitë në sposoban, Saleja nuk jepshin as gratë, as nusës t'jepshin, apo? Me dalë në sposoban. Kod Jugoslavisë, apo? Jo, po, se le fol, e që kalëzo drejt. Qitë në sposoban, të ishin njës, si djali nuk kanë të shka, së kanë marrë ushtarë. Për ndryshe pa kryu ushtrinë edhe nuk e logarit, që jenë në rënë, burnisë. Në fakt, ndryshimet që kanë ndodhë, edhe puna e NATO-s, edhe paktit NATO, Shqipnia dhe Maqedonia e Veriut janë më pjesë se NATO-s. Edhe kena shumë aeroplana. Ideja është që tani ka një ushtri të përbashkët, por që në atë kohë, edhe pse na ka bo përshtypje edhe bashkë me Vadilin, kjo arsenal, më e thani një moment, e tha me 600 tankë se Rusia pretendon me pushtu Ukrajinën, atë që në kohën e ishtë sistemit komunist,
1.000 tangë se i kish pas vetë Shqipënia. Po, edhe bunkera me s'plasim, Edhe me ato në ndecët, në Shëngjin, në Durrës, në Pashaliman. E ndëgjumat më zonë, po. është interesant, për kohën kanë qenë interesant, tani ma është NATO-ja edhe menoj që në momentin që futesh në NATO, jenë do I ki krejtë ushtrinë e botës. Po, në një farë mënyre. Kështu që mos u livdoni, si ti jesh pjesë e NATO-s, edhe Ukraina po ka qef me ka pjesë e NATO-s. Po në fakt edhe që është zanafila e fillimit luftës në po Ukrainë. po dënë me hinja të ku a sigurt. Jo, po dënë mi shku NATO-ja, po dënë mi shku Rusis në dherë shpise që to se... A se rana janë krejt, këtë për ekonomi e bojnë, këtë fore janë. Na është edhe që është Këtë fore janë për naj pare që atë naj, mja marë pak naj e gas, naj... Në fakt, unë nuk du, se e thashun me nej, në fakt nuk du as me menu për atë gjo, për shkak që unë e flasë vish me të ledzu, me që akum ledzu, se dhe teritorin e Donbasit dhe Krimesa në i tybe nuk është qimë ka rase se kemë nejtë pjesët ma të Jo, vallaj, asë në shku me zonë për është janë. Po dhe së më ka ra dhe se një. Me konë ka baklava i shjena dollë. Po, me të ledzume e kemë edhe nuk është që e njojmë shumë atë pjesë. Jeton, po këthejemi pak të këtë cirkusi jonë politik në Republikën e Maqonisë, se ashtu u bani cirkus interesant. Më s'kesh një më s'kesh, se e vërtet atë cirkus. Në këtë cirkusin tonë politik, këm pason me një emision, këm përmen diçka Selën Strugën, një deklaratë e Selës ka qenë kur thot mos të ndrën dikush komunën e Strugës, sepse unë do e marë. Aramiz Merko është kandidati i Bashkimit Demokratik, ose tash frontit evropian, e që është kryetari komunës aktual, po është në listë të zezë. Si bas disa informacioneve që i kam kështu gurim? Konfidenciale. Që i din vish kjo? Je kom përmen këta, po tash këto ditë ka njës pak një konflikt. Thojnë që përqarja e Bashkimit Demokratik për integrim po vjen pikrish pistrugës. Ka dollë Merko dhe ka thonë, po edhe Sali Berisha është në listë zezë, po apet dull në zedhe, apëtin. Edhe ma në menë, për ju thëmë publiki dashur, nëse vjen deri të përqarja, a i ka me dollë si kandidat i panvarën, apëtin. Se Sela ka hi në front, me marveshjen me Ali Ahmetin, që kur të vinë vizjedet lokale, mu kandidu për Strugën. Edhe që atje komunist një farë mollë e sherit. Vish, po du me thonë, mos të vini kënina ka kërqova të e prunë. Sherën, ka Fatmir Dehare. Po të ka Fatmir e kënina se kërqova. E me që Rolofi, Fatmir, a garon prapë në kërqovë? Nuk e di kush garon, po ka shansë që problemet janë shumë reale që... Cëllën mandat e ka Fatmir? Të 15, s'ka lejtë. Prej si e ka marë komunën hera e parë, mos e lëshalë. Me që më kujtohet si sot ka qenë një angazhim shumë i madhe shqiptarve për me marë Fatmir Dehari komunën e Kërçovës. Po në tash du të kemi një angazhim të tillë të marim kryetarin e komunës Kumanovës. A është e mundur? Po se di, jo në është të shka në politikë, qysh është e mundur? Jo, po mënej, proporcionalisht që shëndran... Po shka ka lidhët e që të kandidatin një afusin ma që dënë të votojnë, aja marveshje, gentlemane. Qysh, ka mundësi që e votojnë një kandidat? Jo, meremi me gentleman, si kur aja puna vecesa, dita të kujtojët. Shomaranin se marova. Shoma ti mund këtu ranin, unë talë shajranin anena. E që po menën te, po më interesën, a bëhat kjo punë në Kumanovë? Bëhat në Kumanovë nëse ka marveshje gentlemane. Po flasëm pak për zgjedhje, sepse jena me... Po jena ofër zgjedhjeve. Me 12 të tora, diçka... Me ka 2-13. Me 2-13 që dhe kësa Satullah Doraki i gena të zgjedhje lokale, tash po flasëm për qatë punë. Qa për të mërmene? Shife, me marveshje gentlemane... Kur po më dhe të shefe, po me po të ka. Shiko, me marveshje gentlemane, për shumë mujna edhe me thonë, unë për të japë ty të tovën, për të votoj atje, e thirë strukturën, i thotë në të tovë komi fitu filoni, se na e marrëm Kumanovën. Qështë po thu ti për shemull, mu zhëtmenja që është teatër i kuklava. E pëse t'ja... Dhe i thu, tash shkëni që to vëtani, tash jo, hajde që këne vëtani, me konë që shkalaj që shpe bënë ti... Vëllaj, zgjedhit, mërë jeton Zogjonin këtu në Maqoni janë me digitran. Me digitran? Po. E qelin letrën, edhe thatë. Në ma hollën e culakve, i kena punësu 250. Po. Në administratë. Dënë polici, dënë, i kena shti, ju kena...
Tash, Maholla Cullakvi ka 250, i ka 2500 votus. Veç që të në dytën se në sporadje, dhe më Pa jo se du të me kuptu për publiku. Jo, koha po në shkon kemi shumë materiale. Pa e vazhdojmë edhe... Jo, se vazhdojmë, grahi vla, grahi. O ti jetë më pengu, o ti jara! Të tregoj, 2500 votus i donaj, sepse 250 i ka thonë, se në antartë familjes kena plot, në Kalabak kena. Sa vlazni e kushëri, sa vota i kiti 16, oke, shtire këto në punë, se këtë 16, edhe ja fut digitronin kryetari partisë, thët, pije toni të ne i du 240 vota. Edhe ajnora 12 e din numrin, o të jaran. Tash qita, veç i dislokat në tjetërën parti, në këtë rast ne kemi pas raste kur jenë marrë vesh edhe me vëmëron, edhe me LSDM, automatik të mund të votej atje, kështu që kur gjo, nuk ka qysh me nate. Pashdoj. Nuk ka mirë, mësë me menu heq. Heq, ka mirë, mësë me menu. Shka ke që kjoj me 1%, shka 1%, 1%. Edhe pse, e dëgjova një intervjist e zotin Taravari, ku tha, ka dalë prej koalicionit e Vlenit, mas ne është, si me thonë, pretendon me majtë komunën Gostivarit, po jo si kandidat vetë, po një kandidat i ri, se ta na du të përgatitëm gjeneratët të reja, që të vijen e komunë. Jo, Allah i kanë dollë rezultatet, ato farë qysh i bojnë ato analizë, sondazhet i kanë dollë që të na janë të ri se shkove. Okej, edhe tha, kështu që ne tha për në nivelin lokal, tha nuk e përjashtojnë a mundësin ta me bo koalicion edhe me BDI-n, edhe me VMRO-n, edhe me ato. Ta shka nëllëshë me nënë Befadil, që ta njerë zjenë abdin si nivel qendror, si nivel lokal. E pse po dashka me bo koalicion për shemull në nivel lokal, e s'po dashka me bo koalicion në nivel qendror, sepse rrjedhimisht urnat vijnë pej lartë, dhe s'ka rëndësia është nivelli lokal, është nivelli qendror. O ti jaroni... o ti jaroni pitës, në në shvat këtë tregoj. Ja, o ti jaroni pitës, që përdu me tregu. Shpejt për të tregoj. Këtu të na ka vetëm 2 grupacione. Po? Dhe ma shqiptarët që janë të usilë. Me ndu thot që Ali Ahmeti, Zjedin Sela, Dela, Bella, Vela, Valon, Bella, i tjetër artan grubi, mubi, edhe... E vonerim, grubi, edhe e ki vëmëron. Mickovski, Sovski, a i kë. Dhe me dhe, veç logarit e ti, 74.500 deputeti ka marrë tash. LSDM-ja i ka thonë, që nuk krejt voton e vëmëron. Që ashtu po dujnë a këto këtë tërvjetë, s'po du boll, i kena regullu do punë, nëreqën punën me Greqin, tash këtë ta nëreqë me Bugarin, i duhen votat jep një krejt. Pse t'ja përmenon që këtu ka parti politika, o ti, ka aktor politik. Ndreja Fosën, Që jetonin që atje dhe destabilizat. Ndreja Fosën. Këmë dhe nuk pashkojna me këto qeveria 1% se s'po du mu marrë me qeverin, po shkojna jeton të Hasan Prishtina që e ka hinë kazino. Shkojna me materialin në full s'kejnë Hasan Prishtina, ka përpost, ki! Hajde të shojmë. Mërë Hasan. Këtë pasurin, publik i dashur, këtë pasurin, kë Hasan Prishtina e ka shkri për çështje kombëtare. Edhe u qu njani një farë Mehmet Prishtina, për Kosovës që pretendon që është, edhe më duket që është diçka familjar, edhe tha pe binë Shkop Hasan Prishtinën se ka pas kontribu edhe për çështje shqiptare në këto trojet këto. Bile me atë vëmërone këtë në herëshit, Hasan Prishtina ka pas boni marrëveshje që mos me luftu shqiptarët me Macedont që i ka përfaqësuaja vëmëroja këtë në herë. Vëmëroja e parë. Edhe e banën që të e pronën komuna e Qajirit, edhe kadal, janë ka dojnë me shtinë kazina. Po mëse shtine me në kazina se kjo nuk ka lu koqë, kjo vi që i ka hargju parët edhe ka dhonë a shkrin për çështje kombëtare. Mehmet, vllo jem nëse e sheh emisionin, hajde t'ja bojnë anaj qarat e qesëm t'ikon pak ma mira, me marrë me kthejna krejt Prishtina. Se kum dëgju që edhe Universitetit Prishtinës po dojnë mja e kemë në Hasan Prishtina. Qështu kum dëgju tash, me fjallë njerëzve dhe unë po të thamë, Mehmet, hajde me reloq ka jem, hajde se s'ka kuptim. Jeta, këshërë, na nuk jena në gjendje
një hero kombëtar që të më një qash me mbrojt, edhe mi adhan respektin e meriton, e këshirë me shtinë kazil. E kanë keq kuptua sa Prishtinën se ai primet thujnë historikisht që i ka harxhu krejt pasurinë për çështje kombëtare. Apo din, këta kanë menduar kanë thonë, okej, mësi po harxhoj ka parë lënë që të kocka. Duhen rrotroni këtij popullit. Komplet. Para se me shku na me materialin që ka banë bota, jeton 60.000 vetë në një, na po shkujna me partnerin të Emili. Jo, para se me shku të Emili, një gjohë për asë në Prishtinën. Krejt që ka menoj, e këtu jem shumë serios që me figurat kombëtare, kur të pozicionohet, ose duhet të mbrohet me fanatizëm, ose nuk duhet të bëhet objekt talje. Edhe këtë funditës unë menoj që vendosja e shtatores e Hasan Prishtinës në një pozicion të tillë, menoj që Hasan Prishtina asnjëherë për zgjalli aq ngosht nuk është në zonë sa është në zonë për zgdekuri. Kështu që ose duhet të vendosen e të ruhen figurat kombëtare, ose mos tallen me gjërat e tilla. Shkojna me partnerin ton të dy zërtar Emel, i cili gjendet përballë shkollës Liria në të tomë, nëse doni të bleni tepia, domethënë edhe po afrohen prej me kam sezonat e darësmave për t'i rregulluar dhomat, për t'i zbukuruar shtëpitë me kualitet. Domethënë dizajnet e reja 2025-26, sa po ardhura, i kontaktonin në rrjetet sociale ose shkonin te shkolla Liria, përballë shkollës Liria në të tomë, e keni dyqanin e Melit, e keni mbi 600 lloje, 500-600 lloje tepia, këta djemë vini, marrin, matin, i bëjnë prerjen dhe ju shërbejnë në formën dhe profesionalizmin më të mirë. Jetoni e tha, do të ruhen me fanatizëm, na nuk mujna miru hiqe Emilin, na nuk mujna miru për shembull Hasan Prishtinën, Skënderbeun, Ahmet atje se ka la kërkosh kur prej se e kanë gjitë aty, janë këto figurat bronzit e kanë një farë, e marrin një farë lloj dryshku jeton atë se her pas here. Se zilla gjoqës mirë mbahet. Po, edhe shpend, edhe e kupton, po se kom pa ndonjëherë që dikush ka pastruar ashtu, e njerëzit në përbot, shifesh ka bajnë, ta shohim bashkë. Hajde. Nga projektet më të guximshme që ka pa detaria është prezantuar së fundmi nga studio italiane Lazzarini Design. Pangeos do të quhet anija më e madhe në botë, forma e së cilës do të përngjajë me një breshk gjigante. Pangeos do të ketë përmasat prej 550 metrash gjatësi e 610 metra gjerësi. Për ndërtimin e saj do të nevojitet një kantier i posaçëm me përmasa prej 600 me 650 metra dhe Arabia Saudite është vendi i përzgjedhur për këtë projekt gjigant. Kostoja e projektit do të jetë plot 8 miliard euro dhe puna për këtë projekt pritet të zgjasë deri në 8 vite. Kjo anije do të jetë në gjendje të mbajë 60.000 pasagerë dhe do të përfshijë qendra tregtare, hotele, pishina e kopshte. Pra, gjithçka që i nevojitet një qyteti modern i cili lundron. Që nga viti 1964, industria kishte potencialin për të ndërtuar struktura të tilla. Tani është koha për ta bërë realitet, u tha nga Lazzarini Design. Jetën sa banori ka për Kosova? Dikun të 70.000. Do më vish 10.000 po me të kanë pa hypë. Vish 10.000, po ata edhe 10 milion gërbet. Kështu që krejt për Kosovën për ta qetë kanë anije. A ve kuptan? A hecëm. Pa, mirë ko me hecët. Sa me të ma kur gjonë tha njën e veç me hecë. Në bisht balonës. Që këjetën zëgjoni kur thaj shonë në bisht balonës, unë nervozojke, se thaj ke s'duhet të lash venin, ti ke kontribuar, ti ke bërë, unë kem bërë, s'ke bërë. Kur i sheve vëlla njerëzit të ecë për para, e të na meremi, a hini adult të ravari, apo kandidon sela, a mësë po këdhet me nduhu i fuqishëm tash, për i me kam Salih Allarona, sërëzisht Salih Allarona, edhe Blerim, Blerim, përshëndetje për me, se edhe Blerimin, edhe krejt regjin, dhe më në të Blerimin këna arë më përshëndetje. Pa, e vërtet, Pa, Blerim. Këshure, për te i kësaj njerëz kanë hale, shkon njëre me bo një fotografi, po i del darë me besht, a e këshyrëm? E shohem që ka bo njëne qëto? Pa, ka të ishme dalë fotografia në resme,
Dibran thëjmë në resme. Në resne. Materiali, po, hopa, hop, Van Goghit ja ka prish. Ja ka prish Van Goghit punimin. edhe kyrë me i ketë kamera. Po dhe të qështë s'për n'kesh? Jo, jetën ama, atë këtu të e banonja? Po. Tipi. Dhe qështë, kjo ka hi diçka në gjuna të ardhë. Na i kësili mështarë të kjere ka ofru, i ka thonë, me veçat një euro. Kjo s'ja ka thonë, edhe tani, me njëherë për e një ja ka quqa dhe i ka thonë, hajtë shkonë gjithë, pap. Edhe 6 milion euro, sa ja karika sot donë aje shetë. Sot donë? A ke po, e kanë gjitë një banone me izolir? 2 milion dhe ke 2 milion edhe hangër një një laj. Po. E blejt e hangër. 1 kilo, 1 euro gjysë. Komplet na kish bon kaps me gjitha të pare. Komplet bon kaps. Këtë Republikën e Maqedonisë kaps, si banana. Shkojmë tutje. Më rëzët. Këqëre. Shka me qyrë? Ja, këqëre qysh është, për shembull, fati jem edhe i Fadilit. Këqëre nësë to. Na qëtu kena fatë si kërë gomone, jo? Këqëre. Hap. Këqëre. Të tës. Nuk mujti me mbrojt dhe shkreti. Koja gjetën me biren? Këqëre dhe në. Qa ty, dhe më nitro. Që. E hini krejt në gull, qëre krejt hini. Këqëre. Veç atë. Që dhe. Një zërë. Që si foti kim? Që si foti kim, dhe ma po shkoj. në ditë Bajrami, hundë të kërriel gjak. Po, dhe të e keni plak, atina që s'ko na fak ose na fak prenit, thejke ma të mirin zjafeti që esin hundë gjak edhe së në hanë zjafetin. A përshë? Dhe më veç javant me menel, kështu më falni, bura më falni. Se gjoki dhe që shkur del për hundë ashtë edhe apedin, Po. i aprisha dhe atyne Allah i që zjafetin. ke shustu. Ko? Qëtu të materialit të të mëjtë. Të materialit të të mëjtë. Dhe më dhanë, të materialit të të mëjtë po thot, po shkru në aeroport i servis. Po shka ka në atë material? Hajde këshyrëm. Den, me traktor. Me traktor. Videoja është nga aeroporti i Serbisë, dëmonë koferat i bojnë me IMT 339, atë që kanë thonë 339, IMT, këta ju ka prisha ja karroqa elektrike me vlog, këta kanë prodhimin e vetë, traktorave. I ka thonë për ma Fergusonin. I po a i vetë orë në punë me Ferguson vetën. Ose a kona i kosh nga të aeroportit vetë. U prisha, ja? Edhe ka po në e kushere. Si në harilaqë, për shemë. Pa. Leo është kam shdjerë nga Fergusonin se... Të kufira ka me bajtë. Së më pjaqej koferat anglesë. Aj, me të taj. Pa, më në më i po japonezi shta. Nuk në këqyrin, jeton, e kanë nalë, do mos satelitat, Japonia nuk guxon as shembull për keq me në këqyrë. Okej. Jo për mirë. Mos të marrëm go Japoninë se zbën. Shife, këtë materialin që do vjen në vazhdim... Shefe, a Shqipe, a Shqipe? Shqipe. Ba, hajde. Populli im Se shqiptar. gërveçarë të në Shqipe. Shqipe. E kanë shumë të theksën. E kena shumë interesant këto, o kushëri. Me Qërolafi i përshëndesëm. Të gjithë gërveçarët. Edhe njëherë për ju thamë, na keni dërgu fotografi që jeni të e pa emisionin, ju lutem, na dërgonin nga Gurbeti, ju që na shihni në për platformat online, televizorin, vetëm e fotografoni dhe e qoni të unë të jetoni ose të televizioni Alsat edhe thoni jemi të e pa, sepse ne do i përzgjedhim ato dhe do i publikojmë, po normal jo me emra dhe mbi emra, sepse jemi të e pa një kampanjë, po dojna me ditë sa janë njerëzit të na pa në vendet ku ne nuk i kemi mundësit për mi ba matjet. E jeton, tash këtu në Maqedoni, nga 1 janari, është bon sistemi, nga 1 janari do fillon... I vitit 2026. 26, fillon Safe City, ose qyteti i sigurt. Nëse të ka kur vish ka Alsati ishe do kamera. Okej. Ato të kamera tash kanë me fotografu, për shemëll ke hinë të kuqen, Po. të fotografon, ta qënë në SMS në telefon, fotografin, denimin, krejt. Me SMS, a? Me SMS, sepse tash kur ti regjistrojsh kerët, do të duhet ta japish numrin e telefonit ose Gmailin. Edhe Safe City të qanë, edhe thot për 8 ditë nëse edhe i ke hup që ka qpik, ju lutem publik i dashur,
edhe populli jemi dashur, kujdesin e për komunikacion, sepse nga tash funksionon Safe City, po vetëm janë në vëzhgim, nuk është në implementim. Në provë. Në provë. Edhe ti nëse hinë 50 herë në kuqe, nuk ju jep përparësi njerëzve që janë këmbësor, ata të regjistrojnë, të shojnë me ftyrë, të shojnë veturën, të shojnë a është të regjistrumen, gjitha. Ta morin i noti. Edhe ta Kur ta morin i noti, tani më skropitë. Po, ta morin i noti dhe kur të nolin tash, ani pse nuk është aktivaj. Ti je full në për polici. Edhe kur i thot, trit vaj edhe proveri jetën Zogjani, veset, ne je qisht, no kaj pastor. Ranaja. Hajde të këqyrëm materialin. Po, shkojnë materialin të këqyrëm një fatkeqësisht një i moshuar, kjo ka ndodhur në Turqi, si ka desht me kalu rrugën edhe ja çfarë ndodh kur nuk kemi kujdes. Hajde të shohim. Hajde gja, kujdes, gjatë. Kujdes. Shohim ma poshtë, kujdes. Në ma i kipi vija të bordha e tonë. Po. Hop. Që? Po lene bre o djem. Edhe që? 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 Që djem? E shkru me konë. E shkru me konë, po. Ti kush ka me shku në burg? Dikush ka me shku në burg, e shkru me konë. Edhe bëllë dhe rrugë prej një rate, bëllë. A e din atë punën e ati që ju kish pas më shef e gjilit? E ke kalëcu bre javën e kalume? Ja, pe kalëzë edhe njerë. Që ka hyrë me aeroplan? Me aeroplan. Me se lidhë se ka pas do fatkeqësi të sene plus tash grybet qartë të dhëtojnë. Mas të trishtojnë tash prej me ka. Pe los gjithë. A kem drejt? S'me lidhë e që. Kem drejt, se prej me kam kanë do fatkeqësi me aeroplana. Ko gjatë trishtim unë. Udhëtim të mirë, të qetë. Udhëtim të mirë. Vetë që ju shalu që kur ta atërani, mos me rejë shuplok. A, gjoja që Mos rejë një shuplok. Mos rejë një shuplok. Edhe njerë për takom, kishë pason gjume, sa të ru, me vëpisi po të rejë shuplok. Edhe në shkë pa bajnë. A menove që jenë teatër. Ne i vërë dosë, po që vërë teatër, për leku. Ne po shkujna jetën, po shkujna Pecalen që i thujnë ata. Hajde, qka Pecalen? Pecalen. Qa ke shukë, të Jo, Pecalen. E dina, i shkujna me Pecalen, hajde. Hajde të këshyrëm qa Pecalen. Gelt, Geven, marketing. A, marketing. Ka që për këtë emision, këta lëse, kina të rritë sociale, kina të përë. Pa jo. Aj shikusi, kur i thu kash për këtë emision, aj tak digitronë se... Po, sa i be digitron dorën. A ndrova? Pas që për hej, mos bëj karët i të gjojnë. Neve me në ndrova. Desa kom gjithë një digitronë nuk kry një program kësë. Për shasën. Së në ndrejsh, a? Jo, me desa e gjithë, a ju kryë, ta falë gjithë shimi, ta... Publiki dashur, mire pati toni, kemi rjetët tona sociale, do me thonë në YouTube, e keni emisionin në YouTube. Alsa, televizioni Alsa, e keni në playlist, e lypni atë në të Alsati, shkone e lypni playlist në Breaking News, të gjitha lajmet e televizionit Alsat i ndiqni në platformën tonë, në webin tonë, alsat.mk, në TikTok, në Instagram, po mos harroni, prap po e përsëris. Na dërgoni materiale, na dërgoni fotografi që jene të na pa, na dërgoni ndonjë anomali, ose ndonjë material që juve ja merë mendja që mund të jetë. Që anomali? Anomalia, për shembull, malia dhe ano. Anomali. Diçka që e pa rregull, diçka. Për shembull, anomalia është për shembull ty më ta çon. Vete chat GPT. Po, anomalia është më ta çon lopën në zyret, më thon frimi se po më zgotet maza. Kjo është anomali. Publik i dashur. Shihemi në emisionin e 70 me kismet Allah, normal, me kismet. Që e ka boj lëmizet. Po, natën e mirë. Natën e mirë.